A duhet mandati të besohet partisë me numrin më të madh të deputetëve, apo partisë që do të sigurojë shumicë parlamentare, edhe pse VMRO-DPMNE siguroi më shumë mandate të deputetëve, sipas analistit Andrea Stojkovski, mandati për të formuar qeveri i besohet partisë që do të ndërpresh shumicën parlamentare. Sipas tij, 10 ditët që i kanë në dispozicion Ivanovi për të dhënë mandatin, duhet i shfrytëzojë për konsultime dypalëshe, e jo atë menjëherë t'ia dorëzojë Nikola Gruevskit. Cikli i kaluar zgjedhor ishte më i thjeshtë. Patëm një parti me shumicë absolute dhe ishte reale që mandati t'i besojë asaj partie. Kjo është një situatë e pastër. Në kushtet e sotme nuk e kemi një gjë të tillë. Kushtetuta thotë se mandati besohet partisë që siguron shumicën për formimin e qeverisë, e jo partisë me numrin më të madh të deputetëve. Sipas Stojkovskit, më shumë gjasat që ka qeveria të formohet nga LSDM-ja me një pjesë të partive shqiptare, sesa që të formojë VMRO-DPMNE-ja me BDI dhe me ndonjë deputet të PDSH-s. Ndërkaq kolumnisti Todor Pendarovski projekton 4 skenar të mundshëm. I pari është që qeveria të formohet nga VMRO-DPMNE-ja dhe BDI, me mbështetjen edhe të ndonjë partie tjetër. Skenari i dytë është që qeveria të formojë LSDM-ja me BDI, me mbështetje e ndonjë parti shqiptare. Skenari i tretë është formimi i qeverisë së koncentracionit dhe i fundit është që fare të mos formohet qeveri. Mendoj se skenari i katërt është shumë i realt, sepse një gjë e tillë i konvenon elitës aktuale politike në pushtet, sepse me këtë blen në kohë, gjë që u nevojitet më së shumti. Sipas Nenin 90 të Kushtetutës së Maqedonisë, kryetari i shtetit mandatin për formimin e qeverisë duhet t'ia besojë partisë që siguron shumicën në kuvend. Kryetari i Republikës së Maqedonisë është i obliguar që në afat për 10 ditësh nga dita e konstituimit të kuvendit, mandati për formimin e qeverisë t'ia besojë kandidatit të partisë, përkatësisht të partive që kanë shumicë në kuvend. Mandatari në afat për 20 ditësh nga dita e besimit të mandatit, kuvendit ia paraqet programin dhe i propozon përbërjen e qeverisë. Qeverin me propozimin e mandatarit dhe në bazë të programit e zgjedh kuvendi me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve. Sot sektori për marrëdhënie me publikun nga zyra e kryetarit të shtetit Gjorgji Ivanov nuk ishte i kontaktueshëm për koment në pyetje se kur Ivanovi do të jap mandatin për formimin e qeverisë.